Problemet me sistemin gastrointestinal dhe me rrugët e frymarrjes janë dy nga simptomat që po hasin më shumë fëmijët, si pasojë e prekjes nga virozat e dimrit. Sipas mjekëve pediatër, ka raste kur fëmijët infektohen me të dy llojet e viruseve që janë në qarkullim dhe këto simptoma shpesh shoqërohen edhe me temperaturë të lartë, duke shkaktuar në disa raste edhe komplikacione serioze tek pacientët e vegjël. Lidhet me virozat ka filluar pak më herët, krahasim me vitet kaluar, është më tepër sistemi respirator, me hundët e zëna, me koll, me temperaturë subfebrile, me grindje, këto gjëra, lotim të syve, këto është gjendje virale. Mjeku tërheq vëmendjen për mos përdorimin pa kriter dhe pa konsult me specialistin më parë të dhënës së antibiotikëve apo shërupave të ndryshme fëmijëve sa herë që shfaqin simptoma të gripit. Është shumë e drejtë e shqetësimi sepse vazhdimisht thuhet që duhet, se s'mund të marrësh antibiotik pa u konsultuar nga mjeku, dhe mjeku mendon kur jep antibiotik, sepse gjendje virale nuk vepron antibiotiku. Në gjendje virale, duke dhënë antibiotikun shpesh, bie imuniteti, rritet rezistenca karshi antibiotikëve dhe fillojnë disbakterioza, çrregullimin mikotike, disbakterioza. Veçanërisht pas festave, fluksi i paraqitjeve në pediatri është rritur ndjeshëm.